Mirëmbrëma të gjithëve, është shtunë ora 19 dhe ju tashmë besoj që i keni zënë vendet e juaja për të kaluar bashkë në vazhdim minutat me emisionin tuaj të preferuar prive, i cili si çdo javë tjetër edhe këtë shtunë ju ka sjellur materiale nga më të lloj-llojshmet nga kolegët tanë të palatshëm. Përtholli shumë gjenerata me këngët e saja. Ajo më nuk është në mesin tonë, por vetëm fizikisht, sepse veprimtaria e saj do të mbetet e paharrueshme. Në vazhdim ju sjellim për cilën në banesën e fundit të këngëtares së madhe Liliana Çavolli, e cila javën që lan pas ndroi jetë. Kush ishte i pranishëm në varrim, e ndjekim bashkë në materialin në vazhdim. Ngushëllimi i familjes u prek në paqe. Mëngjesi së shtunës i datës 9 maj nuk ishte i zakonshëm, veçanërisht për botën e artit. Po këtë ditë u shua një qiri që mbante buzëqeshën e gdhendur për aq vite sa jetoi. Ajo dha maksimumin në fushën e artit dhe la pas vetës shumë gjëra të bukura, këngë, hite, bashkëpunime si Fryti i dashurisë, Zampaku i Prizrenit, Kam një mall e kam një zjarr. Këngët e saj arritën të dëgjohen edhe jashtë teatrove shqiptare. Veprat e vet kënduara përcohen gjithmonë mesazhe të rëndësishme për jetën dhe forcën shpirtërore. Kishte kohë që vuante nga një sëmundje e rëndë. Liliana Çavolli fatkeqësisht ishte diagnostifikuar me kancer në mitër 2 vite më parë. Edhe pse kishte arritur një moshë të caktuar, vullneti për jetën nuk u ndal. Ajo po luftonte me sëmundjen secili mëngjes që hapte sytë e deri tek mbrëmja ku shtrihej për gjumë. Pranë saj po rrinin njerëzit më të dashur që kishte, duke kërkuar ndihmën mjekësore e atë hynore për sëmundja e mundi. Lili ndërroi jetë. Trupi i pajet i këngëtares qëndroi për më shumë se 24 orë në morg, ku edhe ju bë autopsia mjeko-ligjore e cila zyrtarisht doli me termin që këngëtarja vdeq nga kanceri në mitër. Me njëherë pas vdekjes së këngëtares, shtëpia u mbush nga familjarë e miq të ngushtë të saj për të shprehur ngushëllimet familjes Çavolli. Afër saj kishin qëndruar vazhdimisht ata që nuk e tradhtuan asnjëherë, miqtë e ngushtë të familjes së saj. Në mungesë të vajzës së Lilianës, e cila tash një kohë jeton në Londër, çdo detaj rreth ceremonisë së varrimit për këngëtaren u kujdes miku më i vlefshëm i saj, Haki Kika. E nesërmja kishte rezervuar një ditë të errët nga se në varrezat e vjetër të kryeqytetit po drejtohej trupi i pajetit këngëtares Liliana Çavolli. E shoqëruar nga miq të ngushtë, familjar e njëkohësisht edhe ata që adhuruan punën e saj, Lili po përshëndetej për të fundit herë me të gjithë. Gjithçka ishte ftohtë, errët dhe vetëm dënesë vazhdueshme të pranishmëve. Dhimbja po shtohej që s'mund ta kthenin kohën e ta ndalnin atë që kishte ndodhur 24 orë më parë. Nuk ishte organizuar një ceremoni e veçantë për të përshëndetur yllin e muzikës që ndriçoi për dekada. Nuk u pan të pranishëm as ata që dikur punuan me të, e që flisnin fjalë të mira para syrit mediatik. As ministri i kulturës nuk u pa. Nuk u dëgjua të ketë thënë diçka lidhur me vdekjen e këngëtares. Jam i lumtur që kam pas rast personalisht edhe pa numër herë me bë biseda të gjata me të dhe ka qenë një njeri shumë i mirë, edhe si karakter, një jetën ordinere, shumë e arreshme, shumë pozitive. U zgjova dje të shtunën me mesazhin që kishte ndru jetë një prej idhujve të mi, një zonjë muzikës, e cila i ka dhënë shumë gjithë shqiptarëve, po jo vetëm shqiptarëve. Unë kam pas rastin edhe fatin e privilegjin me taku dhe me njoftë edhe në Radio Kosovë, aty ku ajo ka pas emisionin e përjapshëm Evergreen. Aty kam pas rastin me u taku, me mësu shumë prej saj, me i marrë sugjerimet e saj, me pas që do të thotë jesh njeri me zemër shumë të madhe, me shumë energji pozitive, me shumë dëshirë dhe motiv për jetë. Zonja Liliana kalon mjaft dhe ajo punë cilën ajo e kalon me siguri me breza do të jeton përjetësisht emri i saj dhe puna cilën ajo e ka bë.
Me të vërtetë sot është një ditë e dhimbshme. Nuk kam prit që kaq shpejt ajo do të na lë. Ishin njerëzit më të dashur që nderuan për të fundit herë. Dhe u rënd që po hidhen mbi arkivolin që mbante trupin e pajet të saj, bëri që shumë nga zemrat e pranishme të qajnë për gjithmonë. Çdo gjë mbaroi, e tani ishte radha që amaneti këngëtares të plotësohet. Ishte organizuar një koktej sipas kërkesës së fundit të saj në një restorant të kryeqytetit. Ku në të njëjtin vend, po në anën tjetër ishte kryeministri Isa Mustafa që nuk mori mundin të vijë për të ngushëlluar të paktën bion e këngëtares. Me fjalët më të mira, me dashurinë më të madhe dhe me kujtimin e përhershëm, Lili u përcoll për ata që e deshën atë dhe muzikën e saj. U presh në paqe.